Pak festa, megjithatë jam me personazhin për të cilin drejtuesit e syrit kanë një luftë të vërtet. Fatmirësisht ka shumë drejtues syri dhe nuk do merret vesh për kë kam fjalën. Sidoqoftë kam një nevojë për një koment nga Ilda Zhulali për atë që ndodh në Tiranë sot dhe për atë që ndodh të dielën. Që energjia ndihet, ka një energji të jashtëzakonshme fantastike. Është një energji mbledhur ditë pas dite. Njerëzit jo thjesht kanë shprehur atë pakënaqësinë e vet, por tani kanë shpresë. Shikon tek Partia Demokratike shpresën për përmbysjen e madhe, për programin që na ofron, që jep një zgjidhje gjithë secilit. Gjatë kësaj fushate që kam bërë, kam dhënë veçanërisht një mbështetje të jashtëzakonshme nga gratë dhe vajzat. Edhe dua ta shfrytëzoj këtë moment për t'i falenderuar të gjitha, çdo njërin, po veçanërisht gratë dhe vajzat, që kanë qenë ngjyra më e bukur edhe kësaj fushate, janë bashkuar edhe na ka dhënë frymëzim dhe besoj që bashkë me to do t'ja dalim për të arritur rezultatin e përmbysjes. Kohën e kam të kufizuar, kam vënd për një pyetje megjithatë. Ma lexo pak në disa nivele, mbështetja e Melania Trump sa është? Mbështetja e Melania Trump është ne do të kemi shumë Melania Trump në ekipin tonë, në kuptimin e grave madhështore, grave njësha, sepse ne jemi të gjithë njësha në këtë fushat Flavio. Na prin njëshave që është kryetari i Partisë Demokratike, po të gjithë gratë e PD-s janë dhe kandidatët janë njësha të kësaj fushate. Faleminderit Ilda Zhulali, linja për një tjetër njëshe vërtet si Armela. Deri Flavio, ta kaloj shumë shpejt linjën se jam e sigurt do